flet për detin, historinë dhe festat, po pas dritave të qytetit fshihen histori që pak i shohim dhe më pak i dëgjojmë. Janë njerëzit që jetojnë mes vështirësive ekonomike me kushte të vështira, shpesh pa zë, shpesh pa ndihmë. Sot Vlora Flet i jep mikrofonin atyre që rrallë e marrin, sepse një qytet nuk matet vetëm me bukurinë e shëtitores, por me mënyrën se si kujdeset për ata që ka nevojë. Një familje prej 5 personash jetojnë në kupolat e avionëve tek ish shkolla e aviacionit. Pa dyer, pa dritare, mes shiut, me fëmijë të vegjël, të cilët nuk kërkojnë shumë, vetëm një vend për të jetuar. Çfarë janë vështirësitë që përballen ju? Kemi 3 vjet këtu kemi ardhur, këtu është vështirësia më e keqe se futet tu i brenda, pikon sipër, edhe më keqe është për fëmijët që janë dhe në shkollë. Vazën e kam në klasën e 3, djali është parashkollore, edhe çdo herë që biesi, futet tu i brenda. Tu është një ambient i hapur, nuk keni dyer. Ja. Si jetoni? Domethënë të ftohtë, si e përballoni? Dezhim zjarim këtu. Ke ngrënë fëmijët, po, në mëngjes. Ku keni jetuar më përpara? Kemi qenë te ish oficerat, me kira, në 5 vjet, pastaj kanë dhe na shollën këte. Juve jeni ankuar vazhdimisht për një strejm, po. Ka vajtë dhe burim të Baskia e ka kërkuar strejmin, ka një kështu, doni me bonus, po me bonus neve s'na pranon dhe njeri. Kemi qenë me bonus, kur i kam na spija oficerave, pa i plaku një na bante dera napur, një na mbilte dera në gjashme, se kjo plaku kiste para shpineve kisëm na brapa. Kemi patur, unë ka pasur djali një mues atëre. Edhe djali me 20 dhe na i kiste mbilu tërë dhe nuk në la, të dilëm. U detyruam dollëm në spjeb, e gjitonin të brapa dhe e qova të spitali. Si ja keni bërë për të lidhur dritat, sepse kjo nuk është një banes për të jetuar, si ja keni bërë? Na ka lidhur Baskia, Zabaku, atëre, me lejnë e zotit Dritan Lelit atëri këta qenë, me ato na lidhër dritat. Një vështirësi që ju e vuani është përveç, është dhe mungesa e ujit, përveç të tjera. Po. Si ja bëni për të larë për ujë, për roba? Bushim në për gitonat. Bushim në bitona dhe lajmë robat, lajmë fëmijët kanë në shkollë. Sa veta jetoni këtu? Unë jam familja, jemi 6. Po familje të tjera ka? Ka dhe një djalë tjetër, po është me probleme me dorë. Sa e vështirë është për juve të jetoni në këto kushte, duke qenë se jeni dhe me fëmijë të vegjël? Po është. Të them të drejtë, kemi qenë momit e ish oficerat para këtu. Tu atim të pakta nuk futesh ujë. Tu është. Jetoni mes vështirësive? Po. Po për të gatuar, me çfarë gatuani? Kam bubble gas. Gatuajnë bërë. Buri punon? Juve punoni? Unë punoj jam në fshes, të zyre punës. Punoni me pastrim? Po, dhe sa buri sa mundet e dhaj. Po, në fjallë të ardhura në shpi? Sa mundet, ka raste ke ka raste ke. Sa të ardhura keni ju si një familje për i 5 veta që? Jam, unë marrë 200 në punë. Vjera merë dhe pensionin e saja, merë dhe të kunati. Po ato nuk janë shumë, janë ai 100.000 lekë. E buri ka raste ke e gje, po ati 800 që janë në mujë e ka. Ju dalin juve këto me
5 pjesëtar për të ushqyer për nevojat e fëmijëve duke qenë se janë dhe në shkollë. Si ja dilni numrin? Sa mundemi. Sa kemi mundësi. Ja plotësojmë këtyreve të pakta. I duan mjetët e shkollës. Robat edhe. Çfarë do të kërkoni nga bashkia? Çfarë do t'i bëni ta Pepsi? Një strehim të paktën dhe me një jetë të vjetër, që e rregullojmë dhe vetë. Një vit që mere me këtë punë, vete ujtë në fund fare. Atje. Ujtë bina soleta. Në soleta. Pasaj edhe në buljerët, po dhe montimi që kam bërë ata të firmës. Ka e që tubën e vjetra i, e ka sposot e 30 pond këtu. Kur ajo ka qenë të e vjetra atje, le ta vendos të aji. Këta të firmës. Edhe duke i thënë që ore, i që e burë atje, mos e vendos në vërën tjetër. Ka që e dim netë. Ta marim nga fillimi, e keni pas gjithmonë këtë problem, sa kohë ka që është fashur? Që vjetë, ka që vjetë që mbaron e të firmës. Çfarë rregullime shu bëjnë që ju ndodhi kjo? Bëj, kam bërë fasadën e jashtë ata. Po, ka rregulluar fasadën e pallatit. Fasadën e pallatit. Po, çfarë ju shkaktoi kjo? Shkaktoi ja, urdo ujtë. Shqirat e parë, beta ujtë në fund këmë, atje të asaj krevat, kokës e krevatit, deri në fund. Këtë kam patë, pata 2 vjetë e ca, me këta. Edhe vetët e bashkia, ankom të bashkia, këtu e ka mallin i tash, unë jam mallë e gjë, Pukara. Pse s'më ndimojni? I thash, hajde bjem dri një zanaci, që të di, se unë s'jam musta, unë jam mallë e gjë, që vi u bëj kërkesën juve. Qa të bëj? Erdi puna, kanë ardhëm 20 herë. Vete pardia prap atje të bëj me kryetarën të bëj takim, nuk është këtu sa. Ajo u fut brenda. Edhe s'doli më, ishe një 5 veta të tjera atje. Edhe s'doli më ajo. Si jetoni ju, si ja bëni? Si jetojmë, si do jetojmë? Me 70.000 lekë pension, kush do më ndihmoj? I them ati kryetarit e rajonit, se kam vajt 3-4 herë, i them këtu më ndihmon. Do më ndihmosh? Shtetit më ndihmon mua, se unë po të kisha lek e bëja vetë. Nuk kisha nevoj për lek. Juve bëni ndihmën tuaj, ligjin e kini, si e kryetari e asaja, i rajonit i thash. Kanë pritur ndonjëherë, ja ke shpjeguar këto arsye, keni bëri Po, më vinë keq. 1.000 herë kam vajtur, edhe pardia vajta. Të bëja takime se kisha bërë kërkesën, edhe ba të ka to bërë në krau tjetër në brenda, se s'lejohet këtë e ta. Dakord i tash. Ati që edhe një policë, ai është në rregull, është punë e tij, bës vëdon ligjin. Edhe vetë e them, si, qa do bëhet, çfarë bëre? Po ja kam dhënë drejtorit unë. Qa për t'i mbajtur në atë poshtë i thash unë, në tavolin i thash. Po të ishte na një njeri. Po të ishte na njeriu yt. Na një miku juaj i thash. Po të ishte na njeriu tyre, do ta kishim bërë me vrap ata. Do ta kishim bërë. Po ne vam që vjet, e deri këtu, ik në bashki, hajde, hajde. Ju jeni familje me sa persona? Po jam me unë këtu jemi ku, unë me burrin jam. Ju ka sjell probleme në shëndet kjo lagështirësi? Po si nuk ka sjell, shikon si jam bllokuar unë. Kam që keq së murë, me ilaçet jetë i kam atje.
Pse vajta një vit, i në veten tënde, po ta kishe ti këtë lagështin, si do bëje? Do virin me vrap ata. Si do bëje? Tani, nes na i varë njëri motra. Djeti ka prishon, se më falë për shprehje, ta gjoj dhe kryetari, më ka vajti ka në zëmër. I thash një laf, a i deri sa të më qëllonte atje një disë, edhe nuk më pranoj. Hajde, i thash, unore, qa do bëhet? I ki këtha se e morëm kërkesën, kërkesën, po ku je? Qa do bëhet? Kërkesën erdi me mua e fotografoj edhe qojnë bashkë. Edhe vjetë erdhët juve të ky stacion, erdhën e pan, do dërgojmë. Nuk e unë dua zanaci, modra të nuk e di qa do bëhet, nuk e di të keqe në na juve. Unë them edhe këtë që ta transfertoni këtë që ashtu unë. Në çdo stacion që ta marrë vesh gjithë bota, që qa halli kemi neve. Nuk shtroj do të shtroj. Shtroj qarqafët këtu, unë. Që të djali, shtroj qarqafët. Do me djali, që të më prishe do. Unë nuk kam thënë atyre të bashkëbe, po më radho me djalit i thash, djeni si do veni në burg i thash, këtë ta dini njërë. Po më radho me djalit do veni në burg. Lartë do ashtu boljerët, se janë dhe boljerët. Boljerët ti që në urgentisht, edhe kryetarit ja thash. Po si eqim do të, po si eqim di, ti ke ligjin. U detyra djali edhe atje në bashkë vajti me këtë ai, i tha, unë do vete prapë në burg, se në burg kam qenë. Që mos asjasim shumë atë keqe në na juve e kjo është, intervista jonë. Ju lutem shumë, me shpirt, vini dorë në zëmër. Letëm dërgojnë ata të kishë në zanaqit që ka bënd të bon, të vitë... Kryetare bashkisë që vajtëm di edhe nuk. Nuk ju priti. Nuk në lanë. Me makinat këtu, po më lënë grëpa. Nuk në lanë ata të futeshim bërda. Vajta unë më ndoqja i polici, i këtë. E puti me vrap bërda dhe ishin e 6 të tjerë. është gjëna, është turp. Në që se kryetare bashki prijeti, ditë në init se ka pritje. Ata s'na i varën fare. I thëmë ati polisi më fare, i thashë unë dhe i. Në halje mjatë që në narjote nuk e qa të bëj? Në qofë se juve vini dorën në zëmër për këtë langështir që kam unë, ja, o pletë të dritarja. Në që të dritarja dhe... Qa të them? Që vjetë? I kam blerë në shpit para 20 sa vjetë. Më kam bëdu një aksident, më kam vdek qupa me gjithë dëndëre me gjithë, i që u blenë këto shpise, me një pensione nuk ashtu dot. Mas edhe kam gabuar të ka i kryetari, po unë e kam thikë në zëmër. Jam e elmuar deri në Kock, se miku qupa 20 vjeqe. Po ti erdhe vjetë, vërë dorë në zëmër këtu. Shpresat vetëm të kjuve i kam me 90.000 pension. Po që, shesi para. Qa, mene me farëm, qa të bëj? Ja tje të sheshi flamur. U të vete? Shikoj hallin tim, nuk shikoj... Para 10 dite ja shikoj në telefon, që i hodhëm serë që i hodhi burin ajo në gjithse, atje, jo, prap filluan shirat, ajo u bë. Qa të bëjmë? Prap. Merë pensione i thakje. Munduar të gjeni një zgjidhje vetë, sepse nuk e një pasur. Shiko, mirë, me gjitha të, nuk do në binë, mos të binë. Mua të me japin 1,5 milion lekë, bashkjarja të më ndimoj, se unë vete e gjej ustaj, e gjej ustan vetë unë o vla, privat. Kush do vi? Presat vetëm të kjuve i kemi, në qofë se do në ndimoni. Unë ma kam faleminderit një. Rofshit. U falenderojmë shumë këtë stacion, se është e dyta herë që po më vini. U kam faleminderit shumë. Familja Lalaj në lagjen Partizani jeton mes lagështirës që pasi u zbllatua projekti i bashkisë për rregullimin e fasadës të pallatit të tyre. Ata kërkojnë ndihmë prej bashkisë pasi nuk e kanë të mundur financiarisht për të zgjidhur këtë problem. Me lagështir po, me kokorellët po, me fëmijë të smur po, të pastre po, të djalit të mas, të babajt, se jam e 3 të smur, të djalit të mas ja ka ngrënë, doktorat ja kanë dhënë kepin, që në 2014 deri në 2024 ja ka mbajtur shërbimi social. Ja mbaj
Dokumentat e djalit i kam që ja kanë dhënë doktorat, s'me japën. Si e bën? Për i bretë zotit, si duhet të jetojmë. Vetëm na vjen turp që shtu pusën brënda. Ju nuk jeni pronar të këtyre? Jo, s'jemi as pronar as një, ne kemi vetëm nga një për vendim që na e ka dhënë në 93 që na e ka dhënë bashkia, edhe asgjë më tjetër, nuk e dim. Si do vaj puna, do na japin gjithë, do na japin së dim gjë. Do na nxjerrën për jashtë, s'dim. Juve jeni ankuar për kushtet e vështira që jetoni? Jemi ankuar, s'na përfill njeri. Unë vajta 3 muaj, se kam një prit të smur, me aftësi të kufizuar, kam kërkuar dhe strehime që kam fëmijë të smur, ata më thonë, drita më thotë që nuk plotëson kushtet. Se qa kushtet kërkon, nuk plotëson kriteret. Me 2 të smur po, njëri ishte paralizuar, të 2 nuk plasën. Jeton një njeri normal në këto? As normal, as i smur, nuk jeton njeri. Po s'na jep njeri, s'na përkra njeri. Ku të vemi, s'dim ku të vemi. S'na mbështet njeri. Sa familje jeni këtu? Këtu janë 94. Ka dhe familje që janë puti që në 92-shin e këtej, ka dhe familje që kanë ikur, kanë ble, kanë marrë shtëpi, i kanë lënë, ka familje që i shesën nga binate, bjen këduan, po me të rregullt më shumë nga 20 familje nuk janë. Po njeri s'na strehon, nuk e di qa do bëhet. Nuk ju kanë dhënë asnjëherë një shpjegim kur jeni ankuar? Jo. Çfarë do bëhet me ju? Do jeni provizor, vetëm kaq. Asnjë gjë më tjetër. Sa vite është kjo provizor? Sa vite? Nuk e di, unë vajte 34 vjet këtu. 34. Po, edhe asnjë gjë. S'pleconi kushtet, se di qa kushtet duan. Që t'jesh me të smurë, brënda t'jesh me ashuja. Bile fëmijët e mi kanë qenë 2013 deri sa u shdjegur gabina poshtë, kanë qenë pa drita, se u hoqen pa drita. Dhe kanë dhe 5 milion lek në kurris. Se kush do ua paguaj ato drita, sikur do një herë që t'u lidhen dritat dhe t'u ja bashkia shtëpi, se kush do ua paguaj atë 5 milion, se unë nuk e di. Që ata nuk e kanë përdorur atë. 3 muaj u a lidhen dritat, u a hoqen, pastaj u hodhën dhe një 5 milion që se nuk e kish djalin e emrin e tij. E hodhën, i morën kartën e identitetit, kush ja mori nuk e di, se ai është i smur, i përbitën dhe një 5 milion, se dhe ai ka ndonjë pa drita djali. Në dhunë po, pa drita po, me të tëra. Përveç se nuk kanë marrë ndihmë, janë faturuar ato gjë. Edhe dritat, 5 milion drita. Në 94 ka marrë asistencë 20.000 lek. Deri sa i lidhen kempin, ja lidhen doktorët e firit. Qarë proces është, e din ata se si ja lidhur, po të prapametruat nuk ja kanë dhënur. Vetëm dëgjoja zonjën i ren, kur i mirë doktorat u thosh që pse ja ipni se nuk i takon. I smur po, duke ly për policinë, për doktorat djalim është i smur. Keni frikë që jetoni këtu? Po frikë, se s'kemi frikë ne. Çfarë frikë është? Po frikë e errësirë po. Drogaxhit po janë këtu. Më shumë janë drogaxhit se sa njerëz familjar. Jemi ankurër e qarë do bëhet aty me, se ka familje që i ka futur bashkia, i ka ndihmuar, dhe ata i përdorën për drogë, që marrën njërës edhe i drogë. Ja, i kete të kaci atje. Atje ke, unë s'kam frikë pëse të them. Le të më bëjë qa do më bëjë mua. Mua ma ka bërë Perëndia që më ka bërë me 3 smur. Ja, këto janë kushtet. Sa vite keni? Po, kemi shumë në këtu. Po, kemi. Në çfarë kushte ishin? Ta për i bret. Pa pun, pa gjus, kemi, jam bledimi tona kanaci. Me ato ushqemi. S'kemi të tjerë, s'kemi. Po s'dorëm në punë, gëllëm pa bukë. Çfarë për kraje keni? S'kemi fare për kraje. Me bidona. Shtëpia është e juaja? Po, është e bashkisë. Është e bashkisë. Po. Juve jeni ankuar ndonjëherë për kushtet në të cilat jetoni? Qa kushte? Jo, qa. Vuani nga lagështira? Ka, lagështi ka. Ka lagështi. Do doni që të jetonit në një vend më të mirë? Po ku?
Ja keni kërkuar në njërë bashkisë? Po jo, a i tha kur të prishen në rini aty. Qa të prishen këto të dijet, ma se pa vasin se lajnë dot, ma i shpi përdese. Çfarë do të kërkonit vetë? Po na i shpi përdese kështu. To, të shpia dhe thot. I keni kushte ty të kjo shtëpi? Po s'ka kushte, nuk ka kushte pa. Si ja bëni në përditshmëri? Po qa të bëjmë? Si arrini tjetën? Po na e keqja. Qa të bëjmë? S'kemi qa të bëjmë. Ku flini? Ja, djali këtu, unë me burin ande, njëna kema një koka, dhe s'kemi kushte. Me çfarë mëshirë? Po në thash me bidona, ku delar në punë, lavazho, këto, s'kemi kushte. Të thash s'kemi. Sa e vështirë është për ju? Po qa në bësh? vite keni? Po kemi shumë. Kemi 30 vjet, po, 30 vjet. 30 vjet, po qa të bëjmë, ku dojmë për jashta, burin e kam të murë. Ku gatuani, ku lani? Ja, me kam lavatrice, Ku lani juve dhe në koridor, në koridor? ma janë zhanusht. Qa do bëjmë? S'kemi që të bëjmë. Çfarë do të kërkoni? Çfarë do të kërkoni institucioneve të bëjnë për juve? Po të në i shpi duam. Shpi. Që tjetër. Ju merrni ndihmë nga shteti? Pare. U buri do shumë të dali. Do 7 vjetë dalë në atë pension. Do mushmosho. Ju jeni të rinj. Po të rinj. Jetoni ju me bashkëshorti dhe kush tjetër? Edhe djali. Sa veta jeni qësej në këtë shtëpi? Po 3 veta. Qupën e kam të martuar. Se pash dhe disa fëmijë. Jo, ishin të qupës. Ja, hajde frutu bashkë me këtëja. Ja, shikoni, e si dënjaja. Nuk kam ku ta nësë dhejten. Shikoje, të gjithë. Ka majtu në bashki. Më ka dalë e kam e listën atyja, edhe mua më thonë që nuk ke. Po qa nuk kam unë? Më ka dalë e kam edhe listën, po dhejta më thotë ma nuk im plotëson kushtë ti. Unë kam pensionin 120, edhe djali im, po e ka rogën e bankë. Unë më qojnë gëzime. Sa veta jetoni? 2 veta. Po në këtë kushtë, ku bjeshi, të vishtë të shikon, në gjithë ujë kohon. Ja kam thënë drejtës, të gjitha. Unë e di që vine e lagështin. Tani ku të jetosh këtuja? Shko. Ujë dënjaja. Unë s'kam ku të ashtu, kam hajtë 100 herë. I kam thënë të gjithve e kujtarëve e të gjithve, u kam thënë. Po nuk kam qatë bëjmë. Ta nuk me do në asë një njëri për neve. Ta vinë vajnë mo votat edhe ikin. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë dhe asë një gjithë bëjnë. Nuk me do në asë një njëri për neve. Asë njëri. Da që ta heqin pensionin, da që bëjnë qatë duan. Mos din televizor se të heqin pensionin. Dhe ta heqin e pensionin. Të më lënë ma kështu si jam. Se o kështu jam, shko ku jetoj? E shko, ma më jetut. Po drita pëse s'ka? Po nuk kam, se kam lagështi dy janë. Ja, edhe koridori aty ja, e kam lezu në hauej. Ja, e kam edhe listën aty ja, që më ka dalë e mëri. Ja. Po nëna, shikoj edhe listën, e kam aty, me qojnë gëzime për tepë se lama, ja, e kam aty. Edhe më thonë ma se ke plëcua kushtet. Qa kushtet plëcoj më unë? Tu qa kushtet plëcoj më? Qa kushtet plëcoj më? 20 hek është miratua, edhe 20 hek unë asë një gjë. Unë asë një gjë. Po s'ke ta, asë plëcon dokumentat. Sa he do t'i plëcoj dokumentat? Dhejta ma më thotë mua ikë se rritë e gabina, po si të rritë e gabina më këtu, si të rritë?
Si të i ku të flë? 20 e kam majtë në bashki. Ata të nxjerrin jashtë. Mos unë dje se ti e invalid do të heqë pensionin. Po heqë edhe pensionin, do të heqësh hiqe. Më le mua kështu si jam. Ku bjeshi u matë, unë kam 1 muaj, i kam zjetë gjitha jashtë. Tani unë s'kam ku të vetëm. Një rongë të djalit kam, vetëm. Pensioni unë i marrë ilaçe, se ma perua në gjëna teorite. I marrë ilaçe, të gjitha. Ku hani, ku flini? Ja, ku flëmë, ja. Në ujë. Ja, me pëjës. Ku ta, ku të flëmë. Ta marrin votat edhe ikin pasaj. Do të reguajmë neve, thotë. Marrin të nxjerrin edhe emrin, pasaj s'kemë emër. S'kemë punë. I marrin për vete këta. Më qytë Klodiana Rakipaj. Dhe këtu më ka srijuar bashkia se shumë ndodhi një rast që ish bashkëtuesi im që bashkëtoja edhe u ra në ato momente dhe aty unë e humba fare dhe tani jam me kriza, kam kriza në kokë dhe po s'piva ilaçe se ilaçet i kam aty. Edhe ja. Ti jeton e vetme? Unë këtu jetoj se kisha dhe djalin. Po djalin e iku djali tek babaj tje, dhe një ri vetëm ja këtu. Shko, ja, kjo pjesa këtu lartë këtu, kjo bie ujë lartë, pikon. Se soletën unë e zolova vetë, e bëra vetë. Me xhepin tim, që do bëj? Sa e vështirë është për të? E vështirë se ti bie ujë, shiu kështu, litar, brenda në shtëpi, di si bebet ujë. Edhe këtu rrijet, edhe na e keqe, që të bëjmë? Si më sohen këtu, që kam marrë këto gjërat e mia, televizora me këto, janë të mia. Banorët e gabinave në qytetin e Vlorës janë ata që jetojnë në kushtet më ekstreme, me shiun që bie brenda, lagështirën dhe shumë pjesëtar të një familjeje që jetojnë vetëm në një dhomë. Në çdo episod, Vlora Flet përpiqet të tregojë një histori të vërtetë. Sot pam një qytet që feston, por edhe një qytet që lufton. Të pafatët e Vlorës nuk duan mëshirë, ata duan dinjitet, ata duan të shihen. Vlora është e bukur kur shkëlqen, por bëhet dhe më fisnike kur kujdeset për ata që ka nevojë.